Legjenda e Formula 1, Michael Schumacher, i cili u lëndua rënd në një aksident ronditës gjatë skijimit para 12 vitesh, raportohet se nuk është më i shtrirë në shtrat. Sipas Daily Mail, rikuperimi ngadalshëm i ish-kampionit gjerman 57 vjeçar tashmë ka mbetur për vite me radhë një sekret i ruajtur me fanatizëm nga familja, i njohur vetëm për të afërmit e ngushtë dhe një rreth shumë të kufizuar miq të besuar. Raporti shton se Schumacher është në gjendje të ulet në një karrocë dhe mund të shëtitet brenda pronës së tij luksoze prej 30 milion funtesh në Majorka, si dhe në rezidencën e tij prej 50 milion poundesh në Gland, pranë brigjeve të liçenit të Gjenevës. Ai kujdeset vazhdimisht nga bashkëshortja e tij, Corina, me të cilën është i martuar prej 30 vitesh, si dhe nga një ekip infermierësh dhe terapistësh që e monitorojnë 24 orë në ditë. Ky kujdes i specializuar, sipas raportimeve, kushton 10 mijëra pound në javë. Privatësia e Schumacherit konsiderohet absolute, që nga momenti kur pësoi dëmtime të rënda në tru, pasi u përplas me shkëmbim pranë resortit francez të Meribel, ai është mbajtur larg syrit të publikut. Përpjekjet e disa ish-punonjësve për të shitur fotografitë e tij në gjendje të rëndë quan në dënimin e tyre vitin e kaluar, ndërkohë raportimet se ai do të merrte pjesë në martesën e vajzës së tij Gina në vitin 2024 rezultuan të babaza. Për një kohë të gjatë qarkulluan edhe thashë theme se njeriu i cilësuar si sportisti i parë miliarder në botë vuante nga pseudokoma apo sindroma Locked-in, një gjendje ku pacientët janë të vetëdijshëm por nuk janë në gjendje që të reagojnë, përveç se përmes lëvizjes së syve. Megjithatë, disa burime kanë konfirmuar se edhe kjo tablo e zymt nuk është e saktë. Ndjesia është se ai kupton disa nga gjërat që ndodhin rreth tij, por ndoshta jo të gjitha, ka thënë një burim pranë familjes. Gjendja e Michael Schumacher vazhdon të mbetet një temë jashtëzakonisht delikate, ndërsa familja e tij vazhdon ta mbrojë me çdo kusht dinjitetin dhe privatësinë e një prej figurave më të mëdha në historinë e sportit motorik.